Prej më shumë se 20 vjetësh, kjo dhomë në Drenas nuk është thjesht një hapësirë e zakonshme, është një arkiv i gjallë e historisë e luftës në Kosovë. Mjera video incizime që tregojnë krimet, masakrat dhe humbjet e dhimbshme ruhen këtu, me një mision të vetëm, që e vërteta të mos harrohet. Ky ishte edhe misioni i Esat Shalës. Për më shumë se 2 dekada, ai ka mbledhur këto dëshmi duke u përballur me mosbesim dhe dhimbje personale, vetëm për të siguruar që historia e Kosovës të jetojë për brezat e ardhshëm. Esati ishte vetëm 12 vjeçar, kur në Kosovë shpërtheu lufta masive e vitit 1999. Forcat serbe, sikurse gjithë fshatin e tij, edhe ati ja kishin djegur shtëpinë, ndërsa nga familja e ngushtë i ishte vrarë motra e tij e madhe. Sot në ditën e pavarësisë, rrëfimi i tij sjell para nesh kujtesën e asaj çka lufta la pas dhe na kujton se liria ka një çmim që nuk mund të harrohet. Po pas përfundimit të luftës nga 2005-2006, mi ka interesuar me gjithë disa fotografi të familjes, edhe normal, unë kom qenë pjesë e familjes në atë kohë. Edhe gazetari dhe më norvegjezi, Pauli, në atë kohë, natët 9 ka qenë Molet Berishës, i cilën e ka fotografu, edhe ne ka ngjizu. Edhe pas përfundimit të luftës, do më 2005-2006 kom fillu mi kërkua të fotografi, po s'kom mujt mi gjetë asnjëherë. Kom gjetë ngjizimet ndryshme, kaseta VHS për shembull. Kom shtin videat, herë që kote videat me shiret, cilat video e kemi ose që i përdurëm. Edhe kom gjetë një kaset do më luftan në Ladrevs, edhe luftan në Laposhnek, dhe kom këshyrë. Pastaj kom gjetë kasetën masakra e Izbicës, do më na për njerës të hëllëm tu, mi ka interesu. E kom këshyrë masakrën e Izbicës, po kër kom këshyrë do mos kom mujtë me këshyrë direkt. E që kom këshyrë që unë në atë kohë se kom ditë asë që eksisten e fshati Izbicë, 2005-2006. Edhe kom shti, kom këshyrë, kom po do më gjana shumë të mërshme, që kom problem me këshyrë edhe direkt, o do kem me këshyrë me birësynit, edhe ndërku, me kalimin e kohës, se kom binë veten. Edhe kom këshyrë, mbi 1 eurë, dhe me ho masakrën e Izbicës, ku kanë qenë të ekzekutuar 127 shqiptarë civil pa fajshëm, do më ditën e Bajramit. Ekzekutimi ka qenë i tyre, gjithë kanë qenë me sopat, edhe me mjetet ftefta, në kokë, kanë qenë gjithë. Pastaj nga për njerë, që shtë rrike njëri me shok, edhe ishëm të interesuar me bisedu për luftën. Mbi 30.000 orë video incizime ka mbledhur deri më sot Esat Shala, të gjitha në mënyrë vullnetare, derisa fotografitë që ruan arrin shifrën mbi 1 milion. Po materiale, sot kemi një numër shumë të madhë, janë mbi 30.000 orë incizime, ku pjesa ma madhe nuk janë digitalizu, pjesën tjetër e ka digitalizu dhe ma Shërim Sinoni në mënyra vullnetare, tash mundësia është e vogël që me vazhdu digitalizimin për shkak të kushteve të vështirësive të jetës. Tjetërën pjesë e ka financuar dhe ka bën të mundur më digitalizu Belol Gashi, që jeton në Amerikë, po prapë mbi 7.000 kaseta e kemi në shiret që janë pa digitalizuar. Për fat keq, cilat janë duke u shkatëruar, shiriti, duke prish. Sa i keni kushtu kohë edhe mbledhjes e këtyre materialeve, sepse gjithçka është bërë edhe punë në terren, që ju keni vizitu familje të shumta dhe i keni dëgjuar edhe historitë e asaj se çfarë kanë përjetuar. Po normal, kjo ka dorë shumë punë, shumë kohë, domethënë nga viti 2005 derisa nuk na ndol asnjëherë. Po normal, e kom posë mbështetjen e përkronë dhe profesorit në stret plana, dhe në që mos me lënë ato, se dhe ka qenë krahi gjatë i imi, ku këna punu bashkë, me digitalizim u morë Shërim Sinoni, tash i cili dhe më dhe këtinen të dërzua njerës, tash i penjuin kasetat në ndryshme, po vështirë komi bin njerëzit cilët kanë bojnë qizime për mja morën qizimet, sepse në atë kohë kom qenë shumë i ri, edhe më kanë thonë që ka pa të vynë të inqizimet, ku një pjesë e kamermonat dhe më kanë ra, edhe nuk kom hjek dorë asnjëherë deri ku i kom marrë të inqizime. Kanë thonë ti e ri që pa dojnë të inqizime. E çka të hinë punë të inqizime. Edhe s'kom hjek dorë dhe i kom bind. Ka pas rast kër i kom flanit njëtë në bërë, deri so ati dhe më i ka vërë dhe farë
mendja edhe vedia që unë e kam për e me në këtë punë edhe që materialit tyne nuk kam më keq përdor asnjëherë, sepse kontributin i tyne ju e jam. Po çdo herë këna holëm tutën në teren, ka pos shumë raste ku na kanë lemur njerëz të vetë dhe na kanë thirrë se kena inqizime, pa dojna me t'i dërzu, nuk pi keq përdor edhe. Shumë video e Satëshalaj ka publikuar edhe në rrjetet sociale, me qëllim që e vërteta të arrijë tek sa më shumë njerëz dhe të shërbejë si kujtesë për sakrificat që sollën lirinë. Inqizime na kanë publiku shumë me mia urdi sot. Po ato që kanë pas dëshirë me publiku dhe më nuk na kanë lënë rrjetet sociale për shkak të pomeve trona. Edhe televizione për shembull kanë qenë shumë inqizime, gjitha televizioneve pome trona. Po e kanë pas edhe janë kanë me kushzune pomet për shkak që kanë qenë masakra shumë trona, dëshira janë kanë qenë shumë e madhe me publiku. Po s'na ka leju edhe për shkak të kushtave të rregullave të rrjetet sociale. Një pjesë të madhe kanë publiku dhe më pome pak më të lehta, ku mira njerëz dhe më kanë kontaktuar, më kanë shkruar që e kanë po më në fund veten ku kanë qenë gjatë periudhës së luftës, cilët më kanë falënderuar dhe mos çdo herë, komentet janë shumë pozitive. Kërkesa e Satëshalës është që këto materiale të digitalizohen dhe të ruhen ashtu siç e meritojnë, sepse kasetat janë të vjetra dhe kërkojnë pajisje të veçanta edhe për leximin e tyre. Po në popull dhe mo ka vetëm mbështetje edhe në morale. Atë që këna pritna për shembull mu financu pak a shumë ky material, mu digitalizu komplet, edhe me bo kërkesa juaj do të është digitalizim. Po, edhe me bo normal, me bo filma dokumentar, me pas një mbështetje, me bli në kamerë, në aparat, me do në teren, me pas një kompjuter për montazh, me morë sa dëshmitar, edhe pak që kanë me gjallë që janë dëshmitar të masakrave ndryshme në Kosovë. Florim Sinani është familjar i afërt i Satëshalës, i cili vazhdimisht i ndihmon në leximin e materialeve të ndryshme. Me sotin që 10 vite mirë, no? Kjo punë nuk është kallaj me kry, nuk është e rënë fizikisht, po është psikikisht. Është zërmi po, çdo natë për cilën me sotin të rastet rënë masakra, vrasin e fëmijëve, 1432 fëmijë janë dhunun, janë të masakrun, që si përmen kush ka gra dhunun mbi 20.000, kanë vra ushtria, milicia, serbe, nuk kanë vra ushtar. Po që ku janë taku në prit, kanë vra civil, gra, fëmijë, kanë masakru, që s'kan pas punësi, s'kan pas fuqi mu taku me ushtar të që kësë ushtria shqiptare ka qenë, edhe është legendare ante, po është për të uke ante. Po këtë punë, kam vullnet, kom pas vullnet me vazhdu, me punu se kom hikë borgen luft. Kol shuna. Arkivi e Satëshalës mbetet një ndër përpjekjet e rralla individuale për të dokumentuar të vërtetën e luftës në Kosovë. Për të, kjo nuk është një koleksion, por një mision, që e vërteta të jetoj dhe të flas përmes dëshmive që ai ka ruajtur me përkushtim ndër vite.